Vërtet ka kohë që nuk e kemi bo një tutorial veç me produkte ekonomike, kështu që sot vendosa me sjell një grem të përditshëm, natyral, me produkte që janë krejtësisht ekonomike edhe që mundeni thuj se gjitha mi gjetë në Kosovë ose s'paku mi përësit mi sjell në Kosovë. Po fillojmë me fondatinën, edhe këta mundeni me gjetë në Kosovë, është prej Maybelline. Kjo është një nga ato produktet e tyre të reja, prej linjës Superstay. I kam dy nuanca, 128 edhe 140, për shkak që për momentin nuk jam si asnjëna nuancë plotësisht, do i miksojmë këto të dyja. Ky produkt është me të vërtet një produkt shumë i mirë, i lehtë për përditshmëri, ju ofron edhe mbulueshmëri, po edhe nuk ndihet shumë i rëndë në lëkurë. Po e miksoj shumë pak nuancën 140 me nuancën 128. Nuanca 140 është goxha ma e errët, edhe nuk po du me mbyll shumë. Po e miksoj kështu në dorë, zakonisht e përdori dorën si kanvas për mi miksu nuancat, edhe një diçka që ja vlen me përmend gjithmonë është për shkak që e kemi vendos në trup. Temperatura e trupit pak i ndihmon me u shkri produktet, edhe kjo ngrohtësia që e kemi i bën shumë të lehta me u përhap. Këtu janë zonat ku do e aplikoj kryesisht produktin, një herë po e përhapi kështu me duar, edhe pastaj do e përdorim një sungjer. Një sungjer që e kemi lag pak paraprakisht, duhet me qenë i lagur, po jo me piku. Nuk kemi nevoj me pas edhe shumë ujë, thjesht kështu e përhap shumë a lehtë produktin, edhe është e parapame me përdor kështu sungjerin, edhe jo të satë. Sado që janë nga njëherë ma të thjeshta brushat me përdor për me përhap produktin, unë e para preferoj gjithmonë sungjerin, se e përthith produktin e tepërt edhe e lën fytyrë veç atë sa i nevojitet fytyrës tonë, pra nuk lën shumë produkt, edhe është ma i këndshëm në përgjithësi me apliku se sa brusha. Nuk i lën ato vijat që nga njëherë brushat kanë tendencën a i lonë në fytyrë. Kështu po duket tash fondatina, pasi që e kom shkri në lëkurë, jo një dallim shumë i madh, thjesht e ka bo tenin të njëtrajtshëm edhe më pëlqen shumë si duket edhe në përditshmëri. Po vazhdojna me bronzer, për me qëndru tek produktet ma ekonomike, e kom zgjedhë këtë bronzerin prej Maybelline. Kjo është nuanca 65 edhe kjo është një produkt që mundeni me gjetë në Kosovë, edhe e kom testu edhe ma herët të në Beauty Merisën, është një produkt që ja vlen me provu. Më pëlqen edhe nuanca e këtij produkti, edhe është goxha i shkrift, nuk është fare e vështirë me shkri në lëkurë. Po ja nisi kështu, edhe këtu janë zonat zakonisht ku e aplikoj bronzerin, edhe pastaj vazhdojmë direkt me një brush edhe e shkrim produktin. Po mundeni po besoj me pa që është një produkt që shkrihet goxha lehtë. Edhe pasi të shkrihet, nuanca nuk duket edhe aq e errët sa na ngjason në fillim kur ta aplikojmë.